Kush është videoja më e parë në botë dhe sa klikime ka? Pra sa njerëz në botë kanë parë një videoja më e parë në botë. Ndiqeni me kujdes sepse gjendet një video, sipas të thënave, që ka kaluar 7 miliard shikues, nuk po flasim për këngë këtu, po flasim për video normale, 7 miliard shikues në TikTok. Dhe në YouTube, një tjetër, ka te kaluar 2.3 miliard klikime ose shikime. Ndiqeni me vëmendje kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende le t'i bëj like faqes si shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë. Sinqerisht faleminderit. Do t'ju them, sot do t'ju flas për diçka vërtet të rëndësishme, sepse ka thashë them gjithandej sot çdo gjë bëhet me anë të rrjeteve sociale, pra të këtyre Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etj. Dhe të gjithë mendojnë që sepse kalojnë, nëse keni vënë re, një njeri jep një lajm dhe të tjerët vetëm e përcjellin. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që unë teksa po shikoja po lexoja fillimisht, por pash pastaj një amerikan që fliste shumë seriozisht dhe mendova duhet të jetë diçka e rëndësishme dhe u përqendrova. Tregon ky zotëria, është rreth 38 vjeç, 35-38 vjeç ky djalë, dhe tregonte për një video që te kalon 7 miliard klikime. Dhe flet bukur aty sepse thot 7 miliard shikime dhe ka në sfond atë video një pjesë të saj ku tregon pjesën e Kinës, me një fjalë që bie dëbor dhe të kapura disa filmime me dronë dhe disa jo. Tani pse po flas për këtë? Sepse e kërkova. E kërkova dhe gjeta edhe kanalin që flitej, sikur e kishte shpërndar ky kanal, por nuk e gjeta në asnjë vend numrin 7 miliard klikime. Nuk e gjeta. Ka, po, pash që kishte te kaluar 900 milion, për shembull, një video, bile pash një video tjetër të një vajze amerikane që ka te kaluar 1.2 miliard shikime. Ndërsa, thash, këtë video nuk e gjeta. Nuk e gjeta dhe është çudi që të gjithë përcjellin të njëjtin informacion pa u informuar. Pse po e them këtë? Do t'ja u them. Para pak kohësh, unë shpesher më dali sepse duke qenë në këtë kanal këtu, që shpesher futen njerëz dhe klikojnë emrin Nadir Mura duke shoqëruar me magjistar, magji etj. Dhe shpesh dalin videot që nga inteligjenca artificiale që i afrojnë zhanërit që bëja unë dikur, pra iluzionizmit. Dhe kur shikoj në një video nga të mijat, ose shikoj futem në kanalin YouTube, dalin disa video dhe ndonjëherë dalin edhe video të disa iluzionistëve. Nëse keni vënë re, para pak kohësh është një iluzionist që ai tashmë ka kohë që bën truke, si i thoshim në dikur televizive, po ai tani i bën me social media. Ky është Zak King, kështu quhet, por Zaku e ka filluar si iluzionist, si prestigiator, bëte gjëra numra të thjesht dhe pastaj kur u fut që ai bëri të njëjtën gjë që kishte bërë edhe një iluzionist tjetër. Një iluzionist tjetër që filloi pikërisht me video të modifikuara. Dhe Chris Angel, më kujtua. Chris Angel bënte truke televiziv, pra shkëpuste kamerën dhe pastaj bënte trukun të fshehtë, me shkëputje kamere. Kurse ky djaloshi, ky Zaku, bën direkt me teknologji, pra ose me green screen, me atë jeshilën, ose me format të tjera, pra në perspektivë etj. Dhe ose me kompjuter, të gjitha këto i përgatit me kompjuter. Dhe ka mbi 40 milion shikues. Tani, pse po flas për Zakun? Sepse
më doli para pak kohësh një video ku thuesh që Zaku kishte bërë 2 miliard e ca shikues në një video. Është një video që ai hypën mbi një pasqyrë dhe duket sikur po fluturon, por është në të vërtetë ajo është pasqyrë dhe e ka të fshehur pjesën tjetër të trupit nga ana tjetër. U futa dhe e kërkova. Nuk kishte 2 miliard e 300 milion si pretendoi, shumë pak. Megjithatë, nuk është ky problemi. Problemi e dini se kush është? Nëse dikush shikon një video 7 miliard, ose nëse ju keni parë një video për shembull të asaj vajzës, është një vajzë e re amerikane që ka arritur thash 1 miliard e gjysmë klikime pra të një videoje. Dhe po t'i shikoni të gjitha videot e saj, janë nga 1, nga 2, nga 5, ndoshta edhe nga 7 milion klikime për secilën video. Dhe pyetja ime është, nëse është kaq e vërtet që njerëzit shohin këto video, sepse i sheh, dikush i sheh, nuk janë fake ato klikime. Dhe unë nuk po flas tani për këtë 7 miliard që thot dikush, apo për 2 miliard e gjysmë që thoshin për Zakun. Por dua të flas për në përgjithësi. Kush prej jush e mban mend një video që ka parë që ka kaluar 1 miliard klikime? A e mbani mend? Ju a mbani mend një video të dikujt që ka miliona klikime? Mbani mend klikimet apo mbani mend skenën se çfarë bën? Ajo vajza, ai djalë apo çfarë është? E dini pse po flas për këtë? Sepse ne sot gjithë bota, nëse e keni vënë re, ka nevojë për informacione. Ato video që bëhen virale, për shembull që ndoshta kanë dhe 1 miliard apo 2 miliard klikime, askush nuk i mban mend. Askush nuk i mban mend, asnjë. Vetëm kalojnë dhe meqense bëhen virale, sepse duke kaluar mes një tjetër dhe shikon, mbyllet aty. Kurse, në qoftë se ka një video viral që nuk është me miliarda, por të paktën ka 1 milion, si për shembull ka disa video të mia që kanë arritur edhe 4 milion. Okej. Por doja të thosha, videot normale që arrin 1 milion klikime, pse sipas jush arrin 1 milion klikime në një video që është informacion dhe asgjë tjetër? Pra nuk është një vajzë e bukur, nuk është një Kina, apo Shqipëria, apo Italia, apo Franca në dëbor dhe që tregoj bukurinë. Jo, por tregon një informacion. Dhe pyetja ime është e rëndësishme kjo që po ju them, dhe pyetja ime është, pse duhet të kaloj 1 milion klikime? Për çfarë arsye? Pikërisht pra sepse njerëzit duan të informohen. Nuk u intereson njerëzve ato vajzat e bukura, apo deri një farmase, po nuk u intereson. I intereson informacioni, sepse tashmë njeriu po kalon në një tjetër status. Tani gjithë njerëzimi është drejt një zhvillimi psikofizik. Dhe këto informacione që ne shpërndajmë këtu, janë informacione që të mbeten në kujtesë. Nëse keni vënë re, nga të gjitha videot që ne bëjmë këtu, pothuaj për ditë, lexoni pak komentet. Sa njerëz na shkruajnë këtu dhe thonë, faleminderit Nadir, sepse kam mësuar shumë nga ju, ose nga ty, ose nga ju. Nga ju sepse diskutojmë së bashku dhe lexojmë, por edhe nga videoet, pra nga informacioni që japim. Dhe po e përsëris edhe një herë, sepse ky është thelbi i gjithës kësaj që po themi sot. Pra, shikon një 7 miliard klikime të një vajze, ose të Kinës për shembull, por nuk të mbetet në kujtesë. Dhe si është e mundur që shikojnë më pak, pra shumë herë më pak, 1 milion tash klikime, të një informacioni që jemi një popull i vogël, jemi 3 milion banor, e zëm 10 milion banor në gjithë botën, shqiptar, dhe shikojnë një video të Nadir Burës me 1 milion klikime. Dhe ajo video përsëritet dhe e mbajnë mend, sepse është informacion. Pra nuk është diçka një dëbor apo ku ta di unë, por është informacion. E dini pse? Tani do të tregoj sekretin. Përveç se njeriu është i etur për dije, sepse ka dëshirë që të mësoj, por diçka tjetër që është akoma më e rëndësishme, sepse ai informacion që merr mbërthehet në kujtesë.
Çdo të thotë kjo? Nuk është si diçka që është superficiale, si mund të quhet, sipërfaqësore. Pra, një vajzë e bukur, okay. Ti një vajzë e bukur mund të shohësh dhe dikë tjetër. Nesër shikon dhe një vajzë tjetër dhe një vajzë tjetër e kështu me radhë. Pra, nuk është ekskluzive. Kurse informacioni është ekskluziv, sepse ti e mësove në atë moment dhe ti nga ai moment nuk do ta harrosh më, sepse nga ato që ne flasim, qoftë edhe 10% të asaj që ti ke parë në atë video, ato 10% të informacionit që janë ato më të rëndësishme të përmendjen tënde, ti nuk do t'i harrosh kurrë. Madje ato do t'i kujtosh edhe do t'i rikujtosh gjithmonë sepse ty të duhen, ke etje për informacion dhe një ditë ti do t'i përdorësh. Do përdorësh ato fjalë, do përdorësh atë informacion dhe do përdorësh edhe teknikën për të treguar diçka të re me një shok, me një shoqe, me familjen apo me një prind apo ndoshta me një fëmijë. Pra, në sintezë, nuk është e rëndësishme që të shikojnë 7 miliard klikime edhe të gjithë bëjnë bujë. Dhe problemi tjetër, që të gjithë këta që kanë futurin në rrjetet sociale, të gjithë flasin për këtë video 7 miliard klikime, por unë nuk e gjeta, nuk ekziston, unë nuk e pash, ndoshta nuk e kam gjetur unë, nuk e di. Gjejeni ju, klikoni dhe kërkoni. Por problemi nuk është ky, sepse është e njëjta video, vetëm që po bën xhiron në disa kanale të tjera, por tek kanali kryesor nuk ka 7 miliard klikime. Dhe njerëzit vazhdojnë që të përcjellin të njëjtin informacion mes njëri tjetrit. Se e tha njëri, e thot dhe ky, e thot ai, pa u informuar. Pra nuk mbetet asgjë në sintezë, asgjë. Nëse do të ishte një informacion i rëndësishëm, ose do mbeten kujdes. Dhe të gjithë do ta përsërisin. Okej? Tani, ne po kalojmë një moment tepër delikat, gjithë planeti dhe gjithë njerëzit. Por të mbani mend, ne po përshkojmë pikërisht këtë moment tani, sepse tani hidhen bazat për zhvillimin e civilizimit psikofizik të njeriut. Siç e kemi thënë dhe herë të tjera, njeriu po ndahet në 2 kategori, në specie dhe në nën specie. Pra, ne që jemi këtu, që i përkasim, mund ta them me plot bindje, njerëzimit të zhvillimit, pra të evoluimit. Kurse specia tjetër, që është ajo e nën species, që nuk do dhe nuk i ka hapur vatrat ose dritaret e informacionit, do mbetet pas dhe me kalimin e kohës dal nga dal do degradohet derisa do të shtuket. Vetvetiu nga natyra. Pra, ky është momenti i duhur për t'u informuar. Dhe ky është informacioni që bëjmë ne për ditë. Do të dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni për këtë argument dhe natën e mirë.